E shikoni ku jam. Ndjemi bukur tani. Qetësoni, si u eksitu njerëzit. Ndjemi bukur sepse më ka rrethuar bukuria globale. Jam me vajzat e Miss Glob. Miss Glob 2016 ka zbarkuar në TV Klan në studion time dhe sigurisht gjithë vajza kanë një tutor, thash, sa idiot që jam. Janë në tutelën, janë në mbikëqyrje, në kujdestarin. E njërit është ai që merret gjithë jetën me këto miset. Vjen ai që i sjell gjithmonë dhe ka gjithë jetën që merret me bukurinë e këtyre vajzave. Zonja e zotrinj, mi prisni Petri Bozo! Petri, mi të erdhe! Të lutem! Jo, shko! Okej, hajde! Pëmësire i qikë mrapshtiv, ta këshim pengu rrugën këto. Vjen keq që ti dalë për para bukurive që kanë nërë nga gjithë bota. E dhja të ti ta zgjedhosh fjallën, një palua, disa palate. Një gocë, disa gocëra. Një shal, disa shalra. Të penguan këto ty. O Petri, mi se erdhe? Ato nuk pengojnë asjerë, po ne s'duhet t'i dalim për para. Nuk kemi aqë bukur sa për t'i dalim për para tyre. Ha më burë. Si kemi atë? Ja dhe këto planet që bën Keli që do na lënë pa fjalë. Petri, faleminderit që pranove ftesën time për të sjellë gjithë vajzat cilat i ke ushqyer, i ke veshmbathur, shëtitur. Ku i ke çuar këtë kohë? Se ku si çon ti? Po, do bëjmë një tur, kemi filluar, do vazhdojmë të bëjmë një tur në për Shqipëri, si zakonisht, sepse eventi i Miss Globit është për të 12 vit që ndodhë në Shqipëri. Ky është i 12 vit, Miss Globi. Edhe një vit ka ndodhë në Toronto. Një vit në Toronto? Këtë vit kemi marrë brandin tonin me fjallën The Miss Glob, kështu që përfundimisht do të quhet një brand shqiptar. A ky është The Miss Glob? The Miss Glob, eksakt. Si funksionon ti mbledh femrat gjithë botës nga do që? Tu kemi përfaqësues të disa prej shteteve, drejtorë nacional, cilët shoqërojnë konkurrentet e tyre, janë në sallë tash, po e ndjekin. Okej. Ky është një brand që ka vite që jeton, pra që në 73 është në shpikur në Amerikë, dhe prej 12 vjetësh ne kemi organizuar nën kontratën e mbajtësve të patentës dhe prej vitit tetorit 2015 e kemi branduar si një brand shqiptar në Toronto, në Montreal. Kështu që praktikisht vazhdojmë me të njëjtin ritëm të drejtorëve nacional gjithë botës. Ti çfarë po bën tani? Jeton anti apo këtej? Midis asaj dhe kësaj. Asaj dhe kësaj, jeton Po, këtu jetoj. Këtu jeton, se sikur hike një herë. Bëra një tentativa ratise. Kur bëhet konkursi Miss Glob? Në 25 e kemi. Në 25, po, mas një jave nga kjo moment që po flasim bashkë. Dhe do transmetohet? 6 ditësh do transmetohet në televizionin shqiptar në Expo City, jemi live në Expo City. Po mirë, po si ngele... Edhe biletat i gjenë njerëzit në My Tickets, ose në Union Travel. Po me këtë Sandrin, pëse nuk flet tjerë ti sjellësh tjerë këto të... Me Sandrin kam fasol gjatë, një kohë, shumë gjatë. Kemi qenë miq të vjetër, edhe vazhdoj të kem shumë miq këtu në Klan, praktikisht. E kam si shpinë time të dytë, me thonë drejtën. Si që ka një këshu ide të përgjithshme që... Që nuk vlenë. Jo, që Sandri nuk merret në këto femrat e bukra se i ndjek Alba. Ja, ma, ta shi Alba me Sandri nësi puna ime me Aldën, nuk mendoj se ka më kohë për të ndjekur. O Petri, me shijuesit e verave ndodhë zakonisht që e humbin shije, nga që merren gjithmonë duke shijuar verat ndryshme, edhe vjen një moment që e humbin. Shijuesit e verave? Shijuesit e verave. Po mund të kem probleme me mëlçin, për shembull. Këta degustatorët. Somelierët. Po pra, nga çështja e mëlçisë, për shembull, mund mos shijojmë në verën. Pyetja është ti që provon gjithë këto mise, mos më prishet shija. Mos e ke humb domethënë shijen. Sidomos te ky event herë nuk bëhet fjalë që tum shijen, sepse këto përcaktohen nga drejtorët e tyre, nga kompeticionet e tyre, kështu që mund vjen produkti gatshëm këtu. Nuk i zgjedhun.
Si. Unë kam mundësi të selektoj midis këtyre kush janë ato që duhet marrin titujt, një komision I tërë, se janë edhe drejtor nacional, janë dhe të huaj, janë dhe shqiptarë sigurisht. Po, produkti janë raca që kanë bëjnë me 5 kontinentet. Këtu këtë bjonde, të zezat, të verdat, bardha, gjitha. Mirë, shofën që gjitha ngjyrat I ke, po I pash ca që, me thënë drejtën më falet, se a mund të flasë, mund të flatë kështu hapur, ca ishin edhe si Fredi. Fredi? Po, Fredi është ky çuni që na mban parkingun këtu. Po, mund të ketë si Fredi. Po mirë, I kështë futit rrujt me këtyre të paktën. Okej, mjaf! Si bëhet qefi. Ja, shkoj të atakojë njërën që... Që donde të ishe si Fredi. Këto konkurrentet e bukurisë tani. Se ideja është që gjithë mendojnë që janë të brishta, janë kështu, janë ashu... Kanë dhe egërsi, kanë. Janë dhe ashu... Po në kohë lufte, a do dilnin partizane këto? Në kohë lufte? Po pse ne shqiptarë do të mendojmë vetëm për luftë më vlla? Se ne vetëm të lufta kemi mendjen, prandaj edhe nuk kanë një kështu suport pjesa tjetër e gjërave të artit këtu. Se kemi hallin vetëm të luajmë, gjithmonë kemi luajt Partizani, ballisti Gjermani, edhe vazhdojmë akoma të mendojmë vetëm për luftë. Kështu që nuk mendoj që këto do të dilnin as kurtizane, as partizane, po të ndodhte në luftë në Shqipëri. Do iknin me vrap. Edhe kanë bërë prapë bëjnë sakrifisë që vinë në këtë vend. Të dalin këto në për protesta, sa mirë do ishte që të qohen gjakrat, edhe fillojnë pas një luftë tjetër, kjo është e imja, kjo është e jotja. Ti gjithë kohës tani që është kjo periudha një javore, 10 ditore, ti dhi me këto. Po në qofë se njëra nga këto hikën. Ku tiki? Po të ikën nga tufat, devion, gjene I shqiptar kështu nga këto... Në 13 vjetë që e bëjmë këtë event, s'ka ndodhë në njerë. Lacianët, për shembull, ta merë ndo një nga Laci. Sa janë të grumbulluara brenda mekanizmit të organizacionit është e pa mundur. Nëse bie në dashurimin e shqiptar, pse jo mund t'i rikthehen si person privat, mbas kompeticionit. Ne kemi detyrimin që të mbarojmë çfaqjen, t'i çojmë deri te kufiri, të bëjnë edhe vulën, dhe në momentin që janë jashtë pjesës pasaportës së vulosur, quhet në territor ndërkombëtar. Ne kemi kryer detyrimin tonë, po. Na ka ndodhur një herë që në një avion u mbye dhe kanë pasur 4 konkurrentët Miss Globit para 7-8 vjetësh. Që iku për në Turqi, që pastaj zbritin në Itali, nëse mbam mend një rast. Ishin 4 konkurrentë aty, dolëm edhe në CNN si lajm, ne kishim mbaruar detyrimin tonë, por nuk kishim më të bënim me raportin e sigurisë. Po çfarë ke ti bërë dhe po e rëmbyen se mos... Shiko, Petri, këto gocat, me sa diun, a janë kështu si futbollistët në kohë... Grumbullimi, do me thënë nuk I lejohet ashtu... Paka shumë. Kështu? Po. Sa shu? Jo. Po pse? Jo, kocem. Po mime, të shi 10 dita dhe po pse me më gocat në qafë gjinaf, gocat e shkreta? Po e din se ka regula. Ka regula kompeticion. Tani, për të bërë mis. Se të shi Bleranda dhe Kristiana kuptojnë Shqip, shu I prandaj qeshin më shumë. Prandaj, kemi mis Kosovën dhe mis Shqipërin. Mjaftë se do thonë këto tjerat, pastaj shi I mbajnë në atër. O, Petro, po këto gocat, dina njëra Shqip nga këto, kam mësune e qikë Shqip? S'pa merë bejnë se është vetëm 3-4 ditë që kanë mbëritur në Shqipëri. O, Shqiponjën, din ta bëjnë këto? Shqiponjën do e mësojnë. Hey girls, can you make this sign, this is the Albanian flag, can you make... No. No? Can you do this? It's in the end, yes. Yes, in the end, yes. In the end, no. After the final show. It's not allowed. Oh, pse u flasim anglisht? Okej, nuk I lejohet gocave të... Okej, Petri. Unë mbaj mend që u bë një zhurmë e madhe për atë misin që u bë në Montreal, që fitoi në 2015-ën. Në 2015-ën dhe fitoi Miss Ann Collis. Ann Collis, po. Ann Collis. Ann Loren Collis. Nga ishte kjo? Nga Filipinet. Nga Filipinet. E kemi këtu atë? Është gati? Po. Mirë prisni Miss Filipine, Miss Globe 2015. Ann Collis! Hello!
can sit here now. It's okay for you. Yeah. Yes. Hello. Se mos tullet më prerë, Petro, se Nuk jemi mësu. na fike. Hi. 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 Good evening. Good evening, Albania. You are beautiful. Oh, thank you. I Thank you. thash nga je me origin. You're from Filipine. Yes, I'm from the Philippines. Si i thon... O, Miranda! Si i thon me trafmi? Si i thon me traf? Bitu, se e kisha, se e ke pasish kur të vjen një fjalë. Did Petri beat you? Somehow, somewhere, Beat me on what? for any reason? No, not at all. Okej. Hey, Petri nuk i rref, thuaj jo dhunës së Petrit kundër miseve. Po. Petri faleminderit që ekziston. Jemi gjithmonë kundra dhunës. Okay, I'm going on with Petri. You can stay here for just Yeah, of 2 course. minutes. Do you Okay? want me to host as well or what? No. No. You can stay here still. Yeah. Shiko tani. Petri, e di atë fjalën ti se po ta them unë atë fjalën, këta e kuptojnë, po Se është internacionale. është një fjalë internacionale më burr që po bëhet. Ç'a bëhet me këto gocat mbasi këto mbarojnë miset? Qa bëjnë këto? Po. Ikin në përvëndet e tyre. Po ç'a bën një mis mbasi maron se ç'a kam një gjuhë shumë çuditëra. Duhet ta pyesësh këtë. Për shembull, kjo është ka fitu shumë famë në vendin e vet. Aha. Masi mori kurorën e Miss Globit. Po. Kurorën shqyqyr zotit e kemi personalizuar prap Sa me bukur. krahët e Shqiponjës. Po shumë bukur. Ë? Shumë bukur, faleminderit Petri që ekziston. Shiko, ka ca gojë të liga që thonë që miset mbasi bëjnë këto performancat. Mbasi marrin këto, po. Po, jepen një çik E japin veten. e lëshojnë pak veten. Dgjoj, në këtë dynja secili ka drejtën e vet personale ta lëshojë ose ta mbledhë veten. Po. Është njësoj sikur del bark dhe është kaps, Robi. Ka dy gjëra, e kupton? O del bark ose është kaps. Ose është kaps. Ose është normal. Edhe kjo është edhe para dhe mbas Ma, misit, nuk është se ndodh, misi ndikon në këtë ndodh, gjë. ndodh, Po ndodh. për, ore, qa janë këto femrat që thonë këto escort? Se di këtë? Te asum se Është një term që përdoret shumë. Përdoret shumë këtu. Thonë Gjithandej. kjo e shof për shumë në Instagram thonë, po kjo është escort. Ç'është kjo escort? Escort njëri, escort tjetri. Tip kështu bodyguard me që. Po që e merr këtë, do të shkosh për shumë për një dark, e merr këtë gocën që është escort, edhe kjo të ruan. Nga të gjitha femrat e tjera. Të merr, të fut në krevat, të mbulon, ta bën dhe një qikë shu, aty ta palos atë i organin, atë qarqafin bi organ, ta bën dhe një qikë shu, Edhe kjo flit ashit thot. Edhe kjo është prap në raportet e Edhe kjo është në raportet personale të çdo kujt, kam përshtypjen. S'ka të bëj me klasën e një eventi ose të një përfaqësuese të një shteti në një kompeticion. Unë po të nxjerr topin vlla që ti ta zhyesësh, edhe unë po të them, a ka, sepse ka shumë ngatresa, sidomos në këto gjithmonë bëhet zhurmë gjithmonë. Ty për shumë të vjen ai telefonat dhe thot, ore ma nxirr çiki për i kafat e Miss Kolumbin se që ka shumë kolumbiane. Të ka ndodhë në herë kjo? Ndodhë rëndom, po problemi është se nuk mund të ndodhi. Nuk mund, brenda organizacionit është e pamundur. është e tmerrshme. Po jo, nëse do toleronim gjëra të tilla, atëherë nuk do bënim dot kompeticione, kam përshtypjen. Sigurisht edhe jemi shumë grupum drejt për ca gjëra që janë rregulla ndërkombëtare, që janë rregulla që duhen respektu. Sepse çdo njëra nga këto ka personalitetin e vet, nuk është se cila vajzë nga këto vjen nga një rrugicë e rëndom të rrugëve. Do të thënë kanë backgroundin e tyre, disa kanë bërë emisione, disa janë personazhe televiziv, disa janë modele shumë të njohura në shtetet e tyre, kështu që secila prej tyre e ka një background personaliteti që duhet respektuar. Por më tepër që organizatori që e bën në vendin tënd. Petri, neve do e ndjekim misin. Absolutisht po, është ndjekur gjithmonë. Uroj që të fitoj një nga gocat tona. Sa herë ka fitu Shqipëria ose Kosova? Po,
Jemi mjaft! Shumë e mirë, edhe kjo Kosova dhe Shqipëria. Nga jeni ju mi të keqen? Nga jeni me origjinë ju? Unë mamën e kam nga Vlora. Nga Vlora? Kalibrazdi. Okej, nga Vlora. Po timi? Nga Prishtina dhe Vlora kemi Kosovën dhe Shqipërinë. Çfarë duhet bëj dikush si unë që nuk ka numrin tënd telefonit, që të vi të shofi misin dhe ta shijoj këtë bukuri live? Do me thënë... Do dalim rroba banjo gosat? Po sigurisht, rrobat e banjës, bile janë një... Do bëhet me rroba banjo, ë? Po pa tjetër... Gjithë ditën me rroba banjo? Jo, gjysmën e ditës. E që do të bëj ky Po për atë personi që... gjysmën e ditës që njerëzit duhet i shohin me rrobe banjo, mund... Do vit i shofin, ka të fiksum, ka manjak që duan të vinë shofin femra me rroba banjo. Po, aq më tepër në mes dimrit, që është akoma më sensuale. Ja, morja, çfarë duhet bëj një manjak që të vitë shofi këto miset? Duhet e ka shumë të kollajshme, sepse... Dëgjoni, o manjekër! Në mytickets.com mytickets, myticket, mund të klikojnë në Dhëmis Glob 2016 dhe i del harta e vendeve se ku mund të klikoj për vendin e vet. Pra elektronikisht secili nga shtëpia, nga lokali kudo ku është në Amerikë, në Kinë, gjithandej, si stadium, ka mundësi ta marri këtë bilet elektronikisht dhe me barkodin që kanë celular mund të futet në shfaqje. Hajde manjak, hajde. Mirë, Petri. Edhe në gjithë pikat e Western Union dhe Union Travel. Okej, unë falenderoj që erdhe, po para se të lëshoj në duart e vajzave. Nuk kri shumë, kam tjetër ekip që merret me vajzë. E di, s'te lë Alda, po. Can we clean this, please? A mund ta pastrojmë çik të Keli? Të lutem, a mund të vi një pastruese? A mund ta e pastrojmë pak? Shiko, mund të merresh me pastrimin këtu, vllai. Këtu. Girls, can you please stand up, please, for just a moment? Wait a second, because, yeah. Okay. Exageruar, po. Okay. Girls, you're okay? Yeah, everybody's okay? Okay. Okay, ishte Rihani. Sa Rihan ka Sandri këtu nga këto? Ka? Disa? Ka ca Rihanër. Po shpresoja shumë që mos shkonte kemi Shqipëria dhe Kosova, se të ja gjenë shpinë. Okej, a mund ta bëjmë një lojë para se të ikni? Do lozim telefoni i prishur! Jemi këtu, jam me Miss Sloveni, ju Slovenia. Alright. Jam me Miss Sloveni, jemi gati, girlsat janë lëshuar këtu, janë rrjeshtuar girlsat, edhe jemi duke luajtur lojën telefoni prishur. Unë do i them një fjalë, edhe do shohim si do thotë vajza e fundit që i ngjan Dashnordikos. Jemi gati.
All right. Go, 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 go. Shpejt, goca, shpejt, shpejt. 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 Fast, fast, please. Please, please. Sandri, shpejt. Okej. Vazhdoni, goca, goca. Ja, po merren vesh, u shkrin këto kohë, sigur e din Shqipen. Ja. Amo Petri sheshti. Angel. Si, what? Angel. Gjanë qikë si kineshe. A mos i ishte? Enqo? No? Atëherë, fjala e vërtet ishte budalla. I shkon mikrofoni Miss Slovenia. Unë do t'i them Miss Ganës tani. Do t'i them Miss Ganës një fjalë që Slovenia do t'a thonë. Hamidik, ke turpe? Shish kebab. Okej, e thash. Go. You're late. Hi, hello. Hajde, Sandri. Go. Po shkon mirë dhe tani? Go. Go, girls, go. Mirë. Shumë mirë. Sorry. Oh, më falmi. And you say the word? Me djehër. Huh? Repeat, please. Me djehër. Me djekër? Ka një lloj lidhje sepse fjala që unë i thash ishte shish kebab. Mirë. Përpara Petri. Ti në këtë ekipin e përzgjedhjes i bën ndonjë analizë tyre kush ka bën ai operacion plastik? Lejohet operacioni plastik këtu? Përgjithsisht nuk duhet lejohet, po ka vende që kanë në mod. Ka vende të trupit që kanë Vende, nacione, Venezuela, përgjithsisht vendet e Amerikës Latine e kanë edukat. Shumë mirë. Petri, faleminderit, uroj suksese. Thank you for coming. Girls, thank you. Suksese. Inshallah fiton Shqipëria ose Kosova. Themi pas pak, Bamirësit.